Në qytetin e Gostivarit vazhdojnë të operojnë persona të pandërgjegjshëm, të cilët përmes mashtrimeve të ndryshme arrin të dëmtojnë qytetarët financiarisht. Ata shpikin histori të ndryshme për t'i bindur viktimat dhe pasi marrin parat, zhduken pa lënë asnjë gjurmë. Një rast i tillë është paraqitur sërish nga policia, ku viktim ka rënë një i moshuar nga Gostivari. Më 6 nëntor 2025 në orën 13:30 në Departamentin e Punëve të Brendshme në Gostivar, një 64 vjeçar nga Gostivari ka denoncuar se të njëjtën ditë rreth orës 11:30 në rrugën Major Çede Filipovski, para një objekti hotelerik, është mashtruar nga dy persona të cilët i kanë thënë se janë nga Dubai dhe i kanë kërkuar të shohin se si duken parat vendase. Duke i dhënë atij një byzilik dhe duke i thënë se është prej Ari, i dëmtuari u ka dhënë atyre 150 euro dhe 3.100 denar në kartë monedha të ndryshme, pas së cilës personat kanë thënë se do të shkonin të sillnin 2 telefona celular, por nuk janë kthyer më. I dëmtuari më vonë ka konstatuar se byziliku ishte bijuterie thjesht dhe jo ari vërtet. Janë ndërmarrë masa për zbardhje dhe dokumentimin e rastit, njoftojnë nga policia. Nga ky nivel apelojnë që qytetarët të tregojnë kujdes maksimal në kontakt me persona të panjohur, të mos pranojnë oferta të dyshimta, të mos u japin para apo dokumenta dhe në rast dyshimit të njoftojnë menjëherë organet të rendit. Në mënyrë të veçantë, qytetarët e moshuar këshillojnë që të mos bien pre e bisedimeve të rastit me persona të panjohur në rrugë apo para objekteve publike, pasi shpesh këto situata shfrytëzohen nga mashtruesit për të fituar besimin dhe për të vepruar me shpejtësi. Policia rikujton se vetëm përmes kujdesit, informimit dhe raportimit të menjëhershëm mund të parandalohet kjo dukuri e dëmshme, e cila përveç humbjeve financiare lë pas edhe pasiguri dhe frikë tek qytetarët.